Pritet të kthehet një përgjigje. Kemi kërkuar që të trajtohet pak me një farë urgjencë, me prioritet. Ne normal që s'mund i caktojmë afatet e gjykatës kushtetuese se kur do ta trajtoj kërkesën jone. Ne kemi bërë kërkesën, ne kemi bërë publike. Tash po presim një vendim gjykatës. A ka konfirmuar pjesëmarrjen në takimin e tjerë nga presidentja? A mund na tregoni se ka më qenë qëndrimi juaj apo propozimi juaj në këtë takim? Ne do të shohim e kemi pranuar se çdo diskutim në këtë situatë dhe në këtë blokad është i mirë se ardhen, kemi pranuar, do të shohim se si do të shkojë rrjedha e bisedimeve dhe të shohim çfarë po propozon presidentja, të shohim edhe qëndrimet e partive të tjera, s'mundem me alodu pak më herë se çka do të thojmë dhe çka do vendosim. Kjo do të thotë se nuk keni ju propozim t'juaj me cilin do të shkoni në këtë takim? Jo, në fakt presidentja duhet të jep në një alternativë, meqense se është presidente e vendit, jo në parti, është partia më e madhe, nuk e di a ju ka përgjigj ftesës në takim me presidenten, po edhe parti tjera. Do të thonë, krejt do të mbahen se si do të jenë qëndrimet e gjitha partive, duhet të jetë një farë lloj konsensusi si dilet. Megjithatë, lëvizja vetëvendosje e ka të drejtën e propozimet të kandidatet për kryetarët e kuvendit, po njëkohësisht duhet të sigurojë edhe votat për me kalu. Faleminderit shumë.